Ja ti e tani. Ali, ullu tek ajo, ullu këtu ti, mirë, ullu këtu. Ullu këtu. Si e pi kafen ti, Ali? Unë e pi të rregullt, e pi jo shumë sheqer, po të rregullt. Edhe kështu që pi edhe në një kotra kitë vogël, kështu 50 gram, po. Të mungon, hurmaja? Po si të them mungon, po tani të rish 50 vjetë. Me një njeri. 50 vjetë me një njeri, të fleshin krabatet, të bësh gjitha të qash hallet, të bësh kalamajt, të mbash fëmi, llogaritë është. Po, prapë Zoti është i madh dhe t'jep atë durimin. Jam mësuar tani, fëmijët që është në Angli tani në korrik, e pata vizën 6 muaj, dhe na vetëm 35 ditë edhe ika, nuk më rrihet. Hurmaja, gjithmonë e ka mbajtur pak anën e kalamajve. Po gruaja gjithmonë e mban anën e fëmijëve, se sa burri, se tash çdo gjë i thohet gruas. Edhe unë kur isha fëmijë, nanës me babën shumë pak folshim, ose ngrishim këmbë kur hynte, ose kur e shumë. Kurse me nanën ishim shumë të lidhur. Mirë, si ja kalon? Që imi është ja? Që shkri shërbim? Faleminderit shumë. Po fëmijën sheqer do? Jo, faleminderit e Po pi mi, pa po sheqer. kafe dua edhe unë kafe. Po që më ke sjellë këtë lëngë? Edhe kafen. Më pije ti këtë time? Për nderior. Po jo të pikte. Po pije o këtë? Po jo, more. Po pije mo këtë dhe ti Po të shke, lutem, po po- shke se pres unë. Ore, po ti je Ti je më i madhi. Po je nipi Jo, pra ti je më i madhi. Po se të ne derdhish edhe. Po lërë më pije kafe. Ngrej një dolli për miqtë tu këtu në qendër. për O gjithë- zotëri, se ti kalon dhe bukur këtu më the. Për ndër një, për të parën do ta ngre për atë shokun atje. Aha. Ja shikoje. Sepse kemi bredhur, kemi na kanë çuar, kemi fjetur bashkë, mazuri edhe smur, po e shërova. Po fi qiri gëzuar, të të rojnë nipat e mesat, edhe ju gëzuar. Faleminderit Je shumë. martuar? Jo, beqare. Inshallah të bjene një fati mirë, Faleminderit shumë. se për nërë ka të bëj. Edhe ajo. Keti ndonjë andi nga zona jote? Po, zona ime këtu në Bathorja, E, nga ka maloke Bathorja. sa duash. U kthyen dot fëmijët kur Erdhen vdiq hurmaja? fati, po erdhen fati tyre, sepse vdiq në ora 4:30 të mëngjesit. Dhe kështu që, po se tash pra ishim 6 vëllezër, tani jemi 5 e një më ka vdekur, edhe u lajmëron fëmijët kështu që patën kohë me ardhur, edhe kam varros të nesmen. Do me mbajtë 24 orë në shtëpi, edhe të nesmen e varrosa. Çfarë tha? Fjalët e fundit, hurmaja? Parënder, jo, me ka vdek me motrën time. Nuk vdiq me ty? Jo. Unë isha ndomë se e lodhur, se ishe bërë me fjalë. Edhe ato qetësusat ja bëjan vetë. I thash ati mjekut, se ja bëjan në krah, ja bëjan shumë mirë. Mi po kur erdi puna, ngeli vetëm lëkura. I them ati mjekut, si t'ja bëj? Greja lëkurën, thash edhe bëja, se është bërë profet, edhe e ka vdek me motrën. Kur erdi më zgjovi në gjuhën, tha qotha, se marroj hurmaja. Tash ti më varet se çfarë moshe është, se tash po na hapin punë shumë, edhe mu më janë afruar me marrin tjetër, po nuk më vjen punë më. Sepse mosha është aty lishe 71 vjeç, e dyta. Isha 5 kalamaj, do e prisha gjithë atë. Kështu që se me shtëpi jam shumë mirë, e vetë kam bërë atë shtëpinë tani me këtë racin e demokracisë. Tu ofruan për të marrë një grua tjetër, a? Biles është vetëm një se ato që ma kanë ofruar kanë vdekur, edhe nuk pranova. Edhe tani i thonë prapë, po nuk. Pse nuk pranova? Nuk pranove për respekt të ish gruas? Po edhe për gruan. Kur kalon një jetë, si thaj, kur kalon një jetë të mirë, e të lumtur, nuk mund të prishësh. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.